Përmirësohet gjendja shëndetësore e nxënësve shqiptar të rahur dje në autobusin me numër 58. Sot nxënësi i cili ishte më rënd i lënduar ka lënë dhomën e kujdesit intenziv dhe gjendet në repartin për kurim në ish spitalin e qytetit. Një pjesë e nxënësve që mbrëm kërkuan ndihmë mjekësore janë lëshuar në shtëpi, ndërsa në spital janë mbajtur vetëm 3 prej të lënduarve, edhe atë një vajzë dhe 2 djemë. Pas kontrollave mjekësore, 3 nga këta nxënës janë mbajtur për kurim në spital. Bëhet fjalë për një vajzë e cila ka lëndime në pjesën e barkut dhe 2 djemë me lëndime në kokë. Dhe tani për momentin janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe janë në spital, kurse fëmijët tjerë janë lëshuar për kurim shtëpiak. Ndihmë mjekësore mbrëm kërkuan rreth 15 nxënës të cilët pësuan brenda autobusit nga persona të maskuar. Ata ndodheshin në autobusin numër 58 dhe ishin duke u kthyer në fshatin e tyre Çiflik pas përfundimit të procesit arsimor. Në stacionin e autobusit në lagjen Pripor të Shkupit, pas ndaljes së autobusit, brenda janë futur persona të maskuar me shkopi ndruri të cilët kanë rrahur pamëshirshëm nxënësit shqiptar deri në ndalimin e autobusit në stacionin e ardhshëm. Prindërit e nxënësve që intervistoi mbrëm ekipi ynë, dukshëm të revoltuar, kërkojnë mbrojtje për fëmijët e tyre nga institucionet shtetërore dhe përgjegjësi nga ta. 15 janë, ama 3 janë vrarë, ai njëri është në intensivnë. Si i thonë se shqipit nuk e di unë, në intensivnë është. Po kanë me maska, kanë për shke, me masi shkopaj, kope, këne, e ne kanë me në për në përshpaje, kanë ikën e në opse lasti nuk merë mirë. A mundër kja për nëndë boret, kja në shqiptar një kështë boret. A mundër kja të boret, kja, si të thëmë, a ndëshme kjo dhe ndëshme. Si të thëmë, kja milon së njëllin, 18 jetë të shëtë vdje këtë. Gjendë është kritike, që se që shini me gjakderë katastrofë është gjendë. Qka dhe me përgjë, se qarë gjendje me të regu, në unë tash alas këmbi, si efte. Nuk mund kontaktosh mas një doktor. Kjo ka ndodhë në Kisellavot, kur ka nip, as nuk e kanë ditë fëmija se qka do të ndodhe, veç ka nip direkt i kanë re shqiptarët. Por edhe nuk e dinte edhe qika qa që është që s'di se qka të kalëtoni që shpejtësie madhe si i kanë re. 10 ose 15 nuk i di, këtu i shofën e parasive të mija, der 15.000 janë që ankohen nga traftit. Që këtu, kja është e qikës teme, që i kanë bo, që i kishte në çantën që shkon në shkollë, me gjak që i kanë bo, i kanë re, edhe gjak të kanë. Fëmijët janë 17 vjeçar, viti 3 janë, disa, në Zeflush. Pas njoftimeve për rrahjen e nxënësve shqiptar të fshatit Çiflik, mbrëm rreth mesnate në shenjë hakmarrjeje, një grup tjetër të rinjësh kanë sulmuar autobusin me numër 58. Me çrast, me lëndime të lehta trupore, ka psuar shoferi i autobusit.